Mirëmbrëma miq, rikthehet vetëm sport, rikthehet me ndeshjet e luajtura, me emocionet, me lot gëzimi për ekipet që kaluan dhe me lot hidhrimi për ato që shkuan në shtëpi. Eliminohen ekipet gjigande si Brazili dhe Portugalia, ekipet tjera ecin më tutje. Për këto do diskutojmë gjatë episodit edhe për ndeshjet e tjera që do zhvillohen më tej. Mirëmbrëma Geri. Mirëmbrëma Rogero. Botror fantastik, botror shumë i bukur, botror me shumë emocioneve dhe lotëve të gëzimit, siç e the, po shohim dhe shumë surpriza. Po shohim ekipe që luajnë si të barabarta me ekipet e mëdha dhe ekipet big. Tani, kjo është lezeti futbollit dhe e bukur futbollit, ku shohim që përballë të jenë kaq të bukura sa po shohim të botror dhe le të lëmë fazën tjetër tani se si do shkojë deri fundi këtij botrori. Okej, para se të vazhdojmë, do bëjmë falënderimin tonë për sponsorin tonë. Falenderojmë Vodafone, rrjeti kampioni certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Faleminderit Vodafone për mbështetjen. Vazhdojmë Geri me ndeshjet. Po, do vazhdojmë me ndeshjet e luajtura. Brazil-Norvegji 1-2, do pjetë Haaland dhe Neymar për Binçi. Kjo ishte ndeshja parë që u zhvillua për këtë pjesë të këtyre ndeshjeve me eliminim. Brazil-Norvegji ishte ndeshje e shumë pritur, me shumë kuriozitet se çfarë do bënte Brazili, sa do rezistonte Norvegjia. Gjithë syt ishin ke Brazili dhe këtej nga krau tjetër tek vikingu Haaland. Ndeshje e bukur, mund të themi. Brazili fitoi i penalti, Geri. Dhe për mendimin tim, ai ishte Chelsea kryesor i ndeshjes. Sepse mendoj duke ekzekutuar penalti Brazili dhe nëse do shënonte, krejt ndeshja do merrte rrjet tjetër, i dinamik tjetër. Po që e goditi kush ishte ai? Bruno Guimaraes. Guimaraes i Newcastle. E goditi ai, ja kapi portieri. Ishte lidhje me punën. Dhe aty filloi, ose të paktën ndjesia ime qysh aty thash, kjo ndeshje do ketë ca gjona që si kena parashiku. Sepse siç thash që po të kishte bë gol Brazili, do kishim pa një ndeshje tjetër edhe me shumë gjasa do kishim pa Brazilin në turin tjetër. Edhe mu më erdhi shumë abi për kur u zgjodh goditsi penaltis. Nuk e di, pavarësisht edhe Ancelotti doli tha po lista e goditësve ishte kjo, renditja, ky ai, paketa si ishte, kështu erdhi radha këtij, po që prap nuk më bind sepse kam përshtypjen që atë penalti duhet ta kishte gjujt pikërisht ai që kapi topin fillim, Vinicius, dhe kam besim që do e kishte bë gol. Tashi penaltit edhe humen, mund ta humbte edhe Vini, po të paktën ajo përshtypja ime ishte që po ta kishte gjujt Vini dhe kishte bë gol. Nuk e di pse shkoi zgjedhja aty tek ai. Paktën Ancelotti ashtu e justifikoi me listën e renditjes të goditësve të penaltis, po që më duket çik jo shumë saktë si zgjedhje. Ndoshta edhe Vini duhet kishte qenë çik më thojza kokfort në atë moment, ta kishte marrë penaltin edhe i thotë atij largose do gjuj unë. Ta kishte gjujt e kishte bë gol edhe kishte vazhduar curia neshës. Por nëse penaltia aty filloi për mendimin tim ndryshimi i rrjedhës të ndeshjes. Jo se Brazili u dorëzu në atë moment, vazhdoi u mundua të luante, po ndërkohë me të njëjtën forcë u përgjigj edhe Danimarka, pavarësisht, Norvegjia, pavarësisht me raste që thush të rrezikshme, ndërkohë Brazili pati rastet e veta, nuk i shënoi dot. Të gjithë bim dakord që deri në një moment neshës po kritikonim Haaland, domethënë që ishte jashtë ndeshjes komplet. Nuk është se po jipte atë çka pritej, por që si duket vikingu godet atëherë kur sta merr mendja. Një cross, ai u lëshu ashtu si di lëshohet ai me kokë, me edhe fizikun që ka, ja mori kohën mbrojtësit dhe shënoi golin. Domethënë
e thonë kështu në mënyrë figurative, batute etj, u duk sigur Haaland nuk ishte në shtëpi, po shifte neshën dhe ujtu tha tash i prit të futa mund bëj gol. Domosë gjithë neshës nuk ishte fare, u fut aty boni golin. No thotë ky erdhi tash se nga zbriti dhe e boni golin. Ndërkohë që gjatë gjithë neshës ishte inekzistent, me thonë drejtën. Për fajt vet apo për fajt dinamikave të lojës, nuk i vishin shumë topa, nuk po i hym të analizojmë këtë, po që fakti është ky. Që rasti i parë që i erdhi e shfrytëzoi 100%, shënoi golin. Dhe aty Brazili pastaj filloi atë çoroditjen e vet, ndoshta mund ta quajmë pozitive, se u sulm për të barazuar neshjen, shumë presion i bëri goxha presion, po ndërkohë kishte edhe vet presion, sepse ishte ndërkohë 1-0 për Norvegjin, duhet shënonte dhe po mundohesh që ta çonte ndeshjen në barazim, po ndërkohë një kundërsulm tjetër i Norvegjisë, një top që i vjen Haalandit në këmbë dhe aty nuk e kuptova mbrojtjen e Brazilit shumë statike. Domethënë ai Haaland bëri i gjujtë, a thu se unë kisha hap YouTube-in e po shifsha stërvitjen e Norvegjisë. Edhe mori topin, kështu neti do një fraksion sekonde, shtyu pak, hapi komën i rafort. Ai mbrojtësi duhet nuk e mbaj mend kush ishte tash, s'po më kujtohet, duhet të kishte bë presion shumë më shpejt. Domethënë thjesht për të prishur atin e gjujtjes. Domethënë për ta bezdisë në gjujtje që mos të koordinonte aq mirë, po ai pati gjithë kohën e botës me stopu, me pa portën, me shty çik dhe me i ra, edhe i boni goditje shumë të fortë, hynin mes këmbëve mbrojtësit, dhe shkojnë në cepin tjetër dhe shkoi 0-2 neshja, don gjithë tash për to. Ran në për tavolina gjithë tifozët e Brazilit, jo vetëm Brazilit, po ato që janë simpatizantë të Brazilit, nuk janë tifoza, po që mund të kishin qef, dhe me vërtet që ishte për tarë keq. Pastaj Brazili mori dhe atë penaltin, që e shënoi Neymari, pasi u fut nga fundi i ndeshjes, pati edhe ato provokimet, po ato ishin më shumë luftë nervash se neshja pothuajse kishte marrë ishte vendos, sepse shumë po të kishte pas edhe 20 minuta lojën, kam përshtypja ose bine Neymari nuk do bota ato numra me atë, se kishin mend që o burrat kthejmë rezultatin, po që ishte fundi i ndeshjes, edhe dishin që aty do myllte. Aty lyti pak a shumë portieri me nervat e Neymarit, provoi ta provokonte, po që ishte më tepër loja ishte mbyllur, shumë pak minuta kishin mbetur dhe ishte pa çka se shtesa do zgjaste, u diskutu nga që goli, vijimi, masana i ndeshjes, pashi Brazili ato minuta që mbetën po bënte përpara, po që ishte e kot, nuk është se po nxirrte diçka nga repertori. Plus që ishte një rast minut 54 të Endrikut, gaboi para porte, mund bënte më mirë, mund driblonte portieri, aty mund i bote të gjitha, po gaboi u nxitu, goditin cep, po që ishte rast i pastër, Shumë. Brazili pati rastet e veta, po nuk i shfrytëzoi dot edhe tjetri të ndërshkon edhe shkon në shtëpi. Ndërkohë Norvegjia vazhdon më tej ëndrrën e saj. Për herë të parë më duket në historinë e vet që arrit në të pikë botrorit. Fal Vikingut që themi Haaland, po edhe pjesës tjetër ekipit që ka ekip shumë të mirë, shumë solid dhe shumë të disiplinuar taktikisht. Mund pëlqej edhe portieri norvegjis. Portieri norvegjis nuk është se më pëlqen ose s'më pëlqen, sepse nuk kam pas ndonjë opinion, sepse ai deri para botrorit ishte portier don pa ekip. Do i marrë kontrata me çin ishte me spanjolin. Ato po shikoja. Ishte me ekip nga këto. Ishte pa kontratë. Edhe pothuajse gjithë ose gjysmën e karrierës vet, ai ashtu ka bredhur për ekipe, i ka marrë kontrata, domethënë ka shku me parametër pa ekip. Parametër 0, domethënë ndjoni nivel thush. Ky ka qenë në vitin 2023 pa ekip. Po pra, po dhe momentalisht që ishte botror është pa ekip. Edhe po që janë këto momentet që janë këto trenat që ka lënë jetë që ti du të hypër se zbon, dhe tashi ai jam i sigurt që ai telefoni menaxherit i ri vetëm i zon nga kërkesat, sepse ka bëj botror shumë të mirë. Është çik delikate se pas 35 vjeç, po s'ka për të kontratë 9 vjeçare, mund bëj 1 vit 2 vjet edhe në rregull është. Po jo se portier.
35 vjeçur. Po që ai ka bëj botror shumë të mirë edhe me Brazilin sidomos u paraqit shumë mirë, ishte i perl për ta pa ajo pritja që boni ke goditja gabim me aty të mbrojtësit të Norvegjisë që të shku autogol. Ajo ishte i pritje për ta vënë kartolinë, domethënë E ndoqi deri në fund. ndoqi deri në fund me ka kap me majën e gishtave që hoqi se ishte shumë dramatike domethënë si gjujtë ishte po hyte në portë e sigurt. Po që domethënë një pjesë goxha të rëndësishme, domethënë mund ta ndaj si të them përpos gjithë vlerësimit për ekipin e Norvegjisë, po mund ta ndaj në dy pjesë pothuajse të barabarta kualifikimin e Norvegjisë, Haaland dhe portieri. Këto dy i dhanë drejtim rrugës për të vazhduar betejë. Vazhdojmë me ndeshjen tjetër. Meksik-Angli 2-3. Bellingham do pjet. Kane, Quinones dhe Jimenez. Kartelat jashtë. Meksika me Anglin u priste i neshe e bukur, kishte pritshmëri dhe me vonesë. ashtu u bë, po na çoi Po. edhe i orë mrapa, mezi e pritëm në orën 2 e s'po fillote. 3 qerek më duket se Nëse don i përmbushi pritshmërit, don i neshe shumë të bukur dhe shumë të luftume. Dhe kjo nesha tregoi që Anglia është i kandidate shumë e serë dhe shumë serioze për të fituar titullin e botës, sepse tregoi lojën e saj, tregoi super karakter, se luajti për minuta të tëra me një vet mangut, tregoi shumë disiplinë, shumë efort për të mbuluar çdo hapësirë, po dhe nga ana tjetër Meksika luajti shumë mirë, pati edhe goxha raste, domethënë dhe Meksika nuk është se luajti në ujëra të vakta dhe themi Anglia e fortë dhe mundi, jo. Edhe Meksika u paraqit goxha mirë, por që e vendosën ato. Ai Bellingham luajti çik më përpara, ca metra më përpara këtë ndeshje dhe i dha rezultat. I dha rezultat ato metra që i kishte dhënë trajneri më përpara, edhe shënoi 2 herë. Sigurisht edhe Kane si luftëtar, si para, si mbrapa. Domethënë ishte edhe fani për qesha intervista që i kishte zëri fare. S'po flisë dot. Ishte normale se me një stadium të mbushur, don ke lut gjithë minuta me një vet mangut, don i bi normalisht keni 30-40 minuta tu gërthit në përfush, kape këtu, hika ne, ktheju u dhe boje, domethënë ishte pas zë fare. Kjo tregonte atë seriozitetin, forcën edhe qëndrueshmërinë e Anglisë, që shpesh herë i ka mungu, ka ardhur si favorite, po nuk e ka tregu këtë shpirtin e garës në përndeshje dhe Anglia e meritoi totalisht kualifikimin. Respekt edhe për Meksikën se bëri një botror shumë të mirë, u mundua, po deri aty e kishte rrugtimin e saj. Dhe tashi Anglia, siç ta thash në fillim të kësajt, është hyjë ato kandidatët e rëndë për të, domethënë i bashkohet Francës, paktën sipas opinionit tim, i bashkohet Francës. Bëhen 2 kandidatet shumë të forta, mund të ngjis pak më lart Francën. Dhe Anglia është aty afër. Pastaj mund të them Spanja, e tjerë ti do që të them Argentina, unë me shpirt me shpirt unë them mos ta mori asnjëna, ta mori Argentina, po Argentina nuk ka pak formën e asnjë nga këtyre ekipeve. Ka shumë probleme, por që do të diskutojmë më tej. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Portugali, Spanjë, Merino në minutat e fundit. Ronaldo out. Ronaldo out do ta diskutojmë edhe këtë, po që si ndeshje nuk është se më pëlqeu shumë, them drejtën. Nisi me vrull. Edhe fillimin. Se duke ditë që të dyja kishin aspironin për të kaluar turin dhe ishin të dyja në nivel barabartë, le të themi, madje po t'i hysh llogarisë kokë në kokë lojtarëve, Portugalia ka grup të frikshëm Geri. Gati çereku ekipit, nuk e di, janë që kanë fituar 2 vjet Champions League rresht. Kuptoni çka Portugalia ka lojtarë ka 100 milion euro si për gjithë.
Domethënë, Po. jo se Spanja s'ka lojtar, po Portugalia është shumë e frikshme. Në letër flas, po Spanja ka atë traditën e vet, atë shkollën e vet që të mërzit shpirtin, s'do ti, të mçef topin edhe të fillon me Të ato ru momentin pastaj. Dhe pothuajse gjithë neshe u bosi neshe shau, Giri. E vërtet. Unë ashtu shumë e shifra, ti neshe shau tash, do po prit kush do ta zej mat me një dy lëvizje njëri tjetrin, po që këtë e boni Spanja. Me ato 3 pasime aty, në minutat shtesë, me Merino që kishte pak që ishte fut. Edhe ndëshkoj 1-0. Ndëshkoj 1-0. Ajo çfarë mund të them për Portugalinë është që ajo pjesa Ronaldos, okay, se e kemi thonë që dakord Ronaldo, po nuk po jipte gjë në fush, edhe duhet kishte ndodhur ajo që kam një 3 neshe tjera që them, duhet kishte fut Gonçalo Ramos. I që fute, e jepi më dinamik, më vrull, më energji sulmit. Po që janë kosto që i merre i trajneri vetë, di vetë. Po që nuk i rezultoi e goditur zgjedhja që bëri dhe po nga Portugalia pritësha edhe i çik më shumë, pritësha të ishte i çik më me guxim në lojë. Po e kishte frikë Spanjën dhe nuk çdonte shumë për tu hedhur në aventurë që për të shkuar me shumë forca në sulm që për ta goditur Spanjën, se kishte frikë në një kundërsulm me ato pastimet pam që del Spanja direkt. Dhe u mundu që ta mante lojën në çik mbarëspesht mes fush që mos riskonte. E penalizoi çik edhe dalja aty të Mendesit, sa i shumë i fort. Edhe po tash kur ke një Yamal në krah, dihet që është problem, që Yamali është edhe i vjen nga dëmtimi, do një pjesë lojës mirë e eliminoi. Goxha Yamalin, po ishte po Yamal që e nxori jashtë. Se i boni edhe sprintin që e kputi domethënë, edhe u detyroi bonin ndrimin. Pavarësisht se aty të Mendes i kanë qelluar shpesh herë kështu dëmtimesh. Nuk ka qenë shumë, nuk ka pas shumë ecuri të gjatë, domethënë ka pas dëmtime her pas here, po që sa lujti ishte nga pikat e forta të Portugalisë. Shiko, edhe mu më duk një ndeshje shumë e luftuar nga të dyja skuadrat, po dohet marrë 2 shembuj ndryshme nga njëra tjetra. Kur është bë breaking kjo cooling break që bëhet për minuta, trajneri portugalist tret Ronaldo dhe ky del veçmas, i jepja këshillat atyre, thotë se nuk kam nevojë për këshilla unë. Tashi kjo këtu fillo penaliteti këtij njeriu që nuk është fare as pak normale. Vazhdojmë edhe të flasim më për këtë. E dyta, pastaj shkoi ke rasti i Oyarzabal. Ishte shumë interesant, ndeshjen mund ta merrte ndryshe tjetër për tjetër nëse Spanja shënonte shpejt. Se i rasti ishte shpejtësi. Dhe mund të merrte i rrjedh tjetër për tjetër. Ai ishte rasti më i pasur i ndeshjes. Them që pastaj Spanja në këtë vështrimin tim do ta merrte përpara aty. Jo, sa do të Spanja. Un kam në këndvështrimin tim. Kam një çik mendim ndryshe për atë rastin. Ai ishte rast shumë flagrant që ai duhet ta kishte bëu, gaboi. Ne për një moment gjithë mendum që ishte offside. Madje edhe ai kam përshtypjen e kujtoi veten offside edhe e gjujti kështu përsipër inerci edhe po që kur pam që kishte qenë offside ishte i rast shumë i madh për tu humbur ai. Po që unë kam i çik këndvështrim tjetër, ke pjesa që theti që po ta kishte bot golin e Spanjës do e merrte marr. Unë nuk e them dot këtë, po ditë them që po të ishte bëj gol do ishte boneshe shumë e bukur pastaj. Sepse Portugalia nuk do rritet më ashtu e kujdesshme që prit se mos haj gol tjetër, do lutet çik më seriozisht përpara se je tu rraf 1-0. Domthonë do ishte hapi çik loja. Ai gol do ta kishte hapi çik loja. Ndërsa ajo 0-0 krijoi atë lojën e shaut që tashun ty edhe kush ta zëte njëri tjetrin shamat. Tashun ndodhi dhe Okej. Shkojmë ndeshjen tjetër. Edhe më fal edhe Ronaldon të lutem Ronaldon se sa rrumë burr. Ronaldon të lutem mos na dilni për intervista. Po, duke na thonë që un kam fituar botrorin, atë evropianin dhe është i së si të fitojë. Edhe National League-ën, sa harrove. Po National Liga është neshe kështu. Ky kishte thonë do luajnë Euro 2028, po në botror jo më. Në çfarë pash deklaratën
Ma nisë ma i të luj ku det, po e 4 njerë që e merë, me atë formë që ka, nuk është problemi jonë fare, është zgjedhja atit, është ego atit, të bëjt qatë det, po që mos dalit bëj kështu deklarata se nuk i takojnë madhësisë lojtarit që është. Do më bëj një 3-4 vjetë që unë e shoh atë si një ish lojtar të madh, po një person shumë i vogël, Giri. Okej. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Amerikë, Belgjik 1-4, dekat e lërë do pjetë Van Aken, Lukaku edhe për Amerikën Tillman. Trump. Amerika... Nuk i boni punës Baloguni e kuqe. Po pra, Amerika me Belgjikën, filloj me atë skandalin e modh, po skandalin e modh që njerëzit u morën një gjysmë ditë dhe s'u morën më, ndërsa kur fiton Argentina merren 2 javë rresht, po do kalojmë ke ajo, Giri. Nesër tjetër. Do kalojmë ke ajo, Giri. Po që kjo që ishte vërtet skandal, që s'mund t'i falesh tjetrin të kuqen, domethënë masi është dënu, t'i falesh kartonin, kjo është skandal në vete. Dhe, po nuk po hym tash ta diskutojmë si ndodhi, pse ndodhi, çai tha Trumpi, po Infantino pse si tha jo, pse i tha po, nuk i hym fare me diskutu këtë, mbetemi ke kjo që ishte i gaf shumë e madhe, i skandal shumë i madh, po që thash u diskutoi gjysmë dite. Po. Gjithsesi, karma i dha dorë Belgjikës, edhe Belgjika, siç të pata thënë Giri, që po kaloi Senegalin, kujdes se bëhet çike frikshme. Dhe se trifsh Amerikën nuk ishte kollaj, sidomos me atë Belgjikë që ishte në grup që po e shifshim gjithë që ishte shumë dobët. Na merrte mena që do kalonte grupin një herë. Po, ashtu si shkoi, po ndërkohë erdhi Rafi Amerikën, që Amerika ka përqitur formë shumë të mirë edhe Rafi Binçëm. Rafi Binçëm duke shënuar 2 herë Dekatelari me super neshje Dekatelari. Edhe golin parë edhe dytin. Edhe rriti mirë loja. Shënon edhe Lukaku, po që ndeshje që ajo Belgjika i tregoi Amerikës se okay, edhe me atë të kuqin që ti e deshe, po të çojnë shtëpi tash deri këtu e ke rrugtimin dhe Belgjika tash i bie me Spanjën, kam parasysh po me Spanjën, Spanja atenti ja Belgjika Spanja. Kujdes. Se nuk ka më shaka tash në këtë pikë të botrorit. Në mos gaboj 0 minuta edhe për De Bruyne, nuk u aktivizuan nga trajneri, por shka që i din ai, po kualifikim për Belgët. Tani maje zemrën të kërneshja se nuk marrë përgjithësi. Argentina Egjipt 3-2, Romero, Messi, Fernandes, Ibrahim dhe Zico për Egjiptin. Tash i vim ke Argentina Egjipt, Argentina që ne jemi fans të Argentinës, ta diskutojmë çik gjatë gjërë këtë ndeshje. Unë si që të pata paralajmëru, që të pata thonë që në qofë se do luajmë dobët si që luajtëm me Kepin, kam dyshime që ky Egjipti do na fusë 3 gola, dhe ta thash. Thash që du të bëjë një 3 ndrime se s'bën dhe dolën i bëri. Me Egjiptin, Argentina e filloi, nuk mund të them si me Kepin, po jo larg shumë. E filloi me të njëjtën dinamik ndeshjen, po mundon të çarkullon të topin që të gjeten një moment për të hap atë Egjiptin, por që si me i qell të hapur rufeja parë Me kokë, Ibrahim. Shënon Egjipti dhe Argentina si filluan makthet. Markën shumë të këshira. Vazhdoi ndeshja dhe vazhdoi me po të njëjtën ritëm, me sulm gradual, pa nerv, qarkullim shumë të shpesh topit, po ndërkohë dhe shumë gabime në përpasime. Argentina që mundohet gjenda një korridor, qoftë me Messin ose me një top gjatë për Alvarezin, po që nuk po e çante dot dhe vjen dhe goli 2. Zico. Goli 2 që e çoi neshën 0-2 dhe që për mendimin tim unë thash unë do pres atë golin e tretë që kom parashiku, se kom parashiku 0-3, thash unë se kjo neshë nuk bëhet më. Nuk bëhet më dhe këtë ndeshje e ktheu vetëm diçka Giri,
E ktheu vetëm ajo ADN-ja e Argentinës. Ose ADN-ja e latinëve dhe veçanërisht e Argentinës në këtë rast, që janë si punat i tigrit që kur i gërvisht ai nxehet, do lëshohet komplet dhe Argentina ashtu e pash. Domethënë e pash si kafshë plagosur dhe tashi ishte all in, hyni me atë nervin e vet, duke risku dhe mrapa që të kthente ndeshjen. Dhe problemi është që para se të vim ke golat e Argentinës, problemi është Geri që unë ta kam thonë Argentina nuk lu shumë keq në mbrojtje. Sidomos se kur rreshtohet i gjithë ekipi në pozicion mbrojtje, domethënë kur ekipi tjetër ka kundërshtarin, ka një gabim të vogël, po okay, me shumë forca dhe me mesfushën mbyll hapësira gjëra, mund të ketë një gjë për të rregulluar, po që overall është mirë. Kurse kur ka topin dhe është sulm tranzicionin negativ për të thyer kundër sulmet e ekipit kundërshtar, e ka shumë të dobët, le shumë për të dëshiruar. Dhe po ti vesh re sa herë me 2 veta na vishin deri ke 16 që për herë shumë është thur vendosja e lojtarëve. Domethënë një lloj mbrojtje, një lloj tranzicioni që nuk t'jep shpresë domethënë për shumë larg deri, sepse po t'jenë ekipet këto të tjera që janë kualifikuar tash këto që janë ekipe të mira, nuk të falin me ato lloj hapësirash që leti, nuk të falin. Këtë është për ta thënë, jemi të vetëdijshëm ose duhet të jemi të vetëdijshëm. Nuk është se kemi një ekip me hyje, ne edhe ato lojtarë që mund të konsiderohen të mirë, që kanë qenë edhe fitues të Kupës së Botës, momentalisht janë jashtë forme. Dhe po shoh Argentinë që është bërë shumë dipendente nga Messi. Domethënë 8 gola me 5 neshje, 8 gola, domethënë që i ka shënuar Messi, ndërsa të tjerët nuk po japin edhe si mënyrë loje, sepse nuk po bëjnë atë lojën që bën për shumë 20 minutat e fundit me Egyptin. I loj Tegër, ashtu si din të luajnë ato, Tegër në thojë ajo negative, me falla me gjë, do me zemër për të luajtur, për të dhënë përpara, për të bllokuar çdo top, nuk po japin. Argentina ajo është, do atë ka gjak. Nëse nuk lua ashtu, Argentina po mundu të luajë ndryshe, do hapi shumë probleme vetes, thash sidomos me tranzicionin negativ që e ka shumë të keq edhe i gjej hapësira në çdo moment. Shënoi Cuti Romero, bukur, rryti zonën edhe goditi. Golin e parë, asis Messi. 1-2 me asist Messit, edhe që i dha i çik zemër ekipit, i dha i zemër që tha, sepse ngjova edhe 2 intervista që thanë kur ishte 0-2 nesha, do të tham ky ishte botërori jon marum, domethënë. Po që ai goli i dha zemër që fillon duke luajtur shumë fort ekipin Kuti. Direkt. Duke luajtur shumë fort që u udhën përpara edhe duke riskuar sidomos mbrapa, po që pastaj shënoi Messi. E çoi aty ku deshta ai topin, si dje ai, po me dhunë se ishte karambole hiqe boje bambu. Aty prej u gjitha. 2-2-shi. Dhe më pastaj me i kundërsulm të Lautaros dhe Enzo Fernandez, erdhi dhe goli i tretë, se ishte udhë Egypti për të shënuar. Shumë e bukur, ai krosi Lautaros më ngrohu shumë. Ishte goli interesant. Jo, e krosoi shumë. Unë pas që mori krah shumë edhe u shkëput. Shumë bukur, edhe unë mendova se humbi atë çastin, se kishte një moment tjetër më përpara që mund t'ja jepte. Mund të shkonte zonën. Po që heci boni edhe ca metra, po që i rezultoi saktë. I dha i super cross atit Enzo Fernandez që shënoi me kokë. Enzo rriti bukur dhe luajti bëri lojë shumë të mirë. Paredes duhet ta vlerësoj shumë. Paredes është gladiator. Është gladiator, unë ne thash e duam. Do atë rastin në fund që të shkonte loja. Ajo ishte 3 mos ka bëj. Po, ishte i kështu i kapje e frikshme domethënë. Paredes. Shumë e bukur ishte, po që duhen shumë punë. Akoma. Pastaj vim ke këto
ankesat e fan club Ronaldos. Du ta diskutoj çik për golin e anullum. Unë nuk e di pse fillojnë ulërasin, ngërthasin, kur ndërkohë ti mund ta shohësh edhe me replay që dha regjia, një shkelje që i bëri për post të rreqjes nga bluzja, që ishin dy element, që për një nga ato element ti mund t'japësh faull, ndërkohë ishin dy element që dha faull. Për ta shumë keq, sepse goli i Egyptit ishte super gol, po që kishte zanafillën nga një faull që me rregullore duhet ta kthesh dhe t'japësh faull atje. Kaq që thjesht është. Por gjithë to vite që dim shumë mirë që ka filluar kjo lufta mediatike kundrejt Argjentinës, sepse është Messi, se do jemi gjallë, Girit kemi shnet, do e lej Messi, futbollin nuk do merren më me Argjentinën. Ja dha ky, ja boni ai e favorizoi, nuk do merrem, ta garantoj unë. Po janë gjithë këto blogersat ose qoftë analist, gazetar, se ka fanbase-in e vet Ronaldo. Këto janë gjithë këto që sa herë fitoi Argentina, ku është dhe Messi në tavë, fillojnë të gjithë sulmet kundrejt Argentinës, jo po e ma Infantino, jo po e ma kështu. Infantino, unë po t'isha si Infantino, të dashur dëgjues, dhe po t'isha adhuru si çmeni Mesit, dhe të doja të bëja hilen botror, do t'ja kisha dhënë shumë mirë në 2018-ën, që ishte shumë goxha më i ri. Dhe nuk do e leja tash që po i bien dhomët, po bëhet plak. Dakord? Se janë hudh vetëm kur erdhi Katari që e fitoi. Kuptoti? Zhurm Infantino. A thosë para 4 vjetësh nuk ishte Infantino. Domo Infantino u zgjuga gjumi në 2022 dhe tha Messi luka shumë bukur, më pëlqej ky lojtar. Edhe do t'i jap tit botror. Infantino e dim shumë mirë, ka qenë 2016-ën presidenti FIFA-s dhe po kishte këtë dashamirësinë e keqe për t'ia dhënë Argentinës, mund t'ia kishte bëu këtë favor që në 2018-ën kur zotri Messi ishte goxha më i ri dhe kishte goxha më formë etj. Nuk mund të fillojmë tash të themi që po ja jep tash kur është plak. Kuptotit? Këto do vazhdojnë Geri derisa të jetë Messi ke Argentina, që do të thotë deri në fund këtij botrorit, si të eliminohet, si ta fitojë, që i ka shanset për ta fituar maksimalisht ulta për mua. Nuk e vej në peshore fare, sepse shoh ekipe të tjera që janë shumë solide. Por që mas këtij botrori, domethënë kur të vinë botroret e tjerë, do e shikosh që nuk do merret më njëri me Argentinën. Domethënë vetëm vjen mua arbitër, të arbitroj Argentinën, t'jap ja 2 penallti kot për Argentinën, nuk ka për të bërë njëri. Se nuk është më Messi Geri. Se kjo është i fortunë që ngrihet, që ka kaq vjet që ngrihet edhe unë kam parasysh nga ngrihet dhe fillojnë gjithë pastaj ke këto portalet dhe po ti shohësh 90% këtyre janë tifozat të zotit Cristiano Ronaldo, të atit futbollistit, ish futbollistit të madh, po një person shumë i vogël, që na del dhe na jep mend që kupa e Evropës është njësoj si kupa botës. Se dhe të është më tepër. Nuk di çfarë them tjetër, që kështu mund të lifni sa doni, mund të shkruani komente të se pash dhe ca komente që na kishit bë, që filloi Messi, princesha, ajo princesha, po shko 40 vjeç, ka bë 8 gola valla. Kurse ti që i e fshe mbrapa komentit, 90% jam i sigurt që e tifozi Ronaldos, shumë mirë, s'kam asnjë gjë kundër atij, sepse bota për ne është e bukur, është e ndryshme, ca e në njërin, ca e me tjetrin. Po ky princesha që thu ti ka 5 teshe, ka bërë 8 gola, nuk është se e mori Infantino dhe i dhaj ka i kafe mërëtësave, i thajt pimi kafe, ky e gjithi bosh dhe boni gol. Shifni qa bëhet, shifni qa luhet, mos u udhni si hiena, po gjithsesi vazhdoni se kjo nuk na bë përshtypje fare. Thash do jemi këtu kur Messi mos jetë më për Argentinën, nuk do i bimo me njeriu me gërthit Infantino të lëlë. Jo, i gjatë të them për fansat e Ronaldos, vazhdoni se jeni pralla me mret, i thonë se. Vazhdojmë. Në ndeshjen tjetër. Një sekond, se thash u morën gjys dite me atë kartonin e kuq, kurse me këtë do merren deri sa të merret botrori, kurse ke ndeshja që do komentojmë çik më vonë. Po.
ke Zvicra me Kolumbinë, Zvicra doli me ankesat e veta të saj të forta, na mungojnë 2 penalti dhe 1 kuqe. Ke gjutin një debat bëhet për këtë Geri? Po fare. E kupto pse. Se çdo neshe ka episode që njoni e menon ndryshe, tjetri ndryshe dhe hajde. Kurse po që Messi dhe Argentina janë gjithë ushtarë në tastiera dhe Nuk do me Infantino. Argentinën për te sa kështu të dhe iki Messi, nuk do me ka po një Argentinën pak do të qeke në ratë. Po ta siguroj unë që s'ka për të morë mo njëri se gjo, ka nga ato që nuk janë tifoz të Ronaldos, po janë po me këtë që Messi, po janë tifoz shu të Gjermanisë, janë ta. Se mori njoni dje në telefon, e përshëndes, e dia i kush është, edhe është i miku mirë, po unë nuk është se e disha do në tifozlikun e ti, po më filloj, tu më kërti telefon, Messi u adhane, Argenti qa boni. I thasha më lete, po që je me Ronaldo ti? Qa Ronaldo? Po më që je me Gjermanin ti? Po dhe me Gjermanin. Ti je duke gërmu me gjeta late, si e ka pas e i mërojt, si Boateng. Pra nesë kem lefi, thashu, po nesë, thash. To s'kan gjeta stopi në buqe e paloje, janë një në latë të kërku. Që do të thotë gjithë kanë i pjesë vujtje që i ka sjell Messi në karrierë, edhe fillojnë të shohen, tash. Po që... Shkojmë, me ndeshjen tjetër, Zvicër-Kolumbi 0-0 në 120 minuta, ndërsa shkua në penalti, shkojmë me rezultatin 4-3 për Zvicër. Zvicra-Kolumbi u boj neshe ashtu si e priçon, shumë luftume. Shumë luftume dhe më pëlqeu si ritëm, pati dhe raste. Ishe ndeshje që ja vlete ta shifshe mos ta humbisje. Zvicra mund të ishte dhe më qetë si ekip, më organizume, kurse Kolumbia jo se ishte pa organizume, po ishte shumë më kërkuese, shumë më agresive në lojë. Dihet janë edhe këto latin, po që nuk është se po dilshin të dyja për të shënuar gol që se kisha qef kush do ta bote i gol, kisha qef s'ka rëndësi kush mund ta bote, kisha qef të shifsha si do të ndryshojshin dinamikat e ndeshjes. Po që ishte një ndeshje kështu mu më pëlqeu si ndeshje, pavarësisht se doli 0-0 spama si gol, madje ai Xhaka jon i dhuroi asist në fund fare atit, boni gaf që të mbyll neshën Geri, po shfëtoi e nxori jashtë ai, se ishte i gabim që do mbitë shumë keq dhe marrën shpatlla. Do e marrën shpatlla për i kohë gjatë, se ishte i gabim në fund fare shumë fatal. Po që për fat Xhakas nuk shënoi me penaltia Xhaka, penaltinë vet. Pastaj edhe shtesat vazhduan po me atë ritëm, me një ndërprerje ritmi hera herës që u rryshin nga njëra tjetra, derisa e çuan ke penaltit pastaj e dim që janë lotari Geri. Varet gjendja emocionale e lojtarëve. Ai nuk më pëlqeu kush Akanji. Akanji gjyti penalti shumë të keqe për Zvicrën, po për fat ja rikuperuan shokët gjithë historinë e kualifikimit pastaj, po që me atë lloj të rame gjyti shumë keq. Po që në fund gjës u kualifiku Zvicra me merit. Dhe ecën më tej. Shkojmë në ndeshjet që do të luhen në vazhdim. Tani fillon faza tjetër. Faza tjetër. Francë-Marok. Francë-Marok. Franca kundër, domethënë. Tash i bid, se i bi kështu të bëjmë llogari, si më Franca me Marokun, du me dhon Francës, pa ne ka ngaluar unë ne. Shefti, se kështu ne kam filluar na bëj, kështu me ose Argentina që doli më parë ishte budallasi. Kam filluar na bëj ca llogari kështu pra se Shefti, po pra. Arrum, po do bëjmë sikur arrum. Portugalia doqi vetëm për dal kënga krahore. Ti doli këtej hongri drut me Spanjë, po që domethënë i bisi batut që pse të luaj Franca me Marokun, tash do të lëmë për ta prishur vendin. Tash Francë-Marok, pritet ndeshje e bukur. Ndeshje e bukur pritet, Maroku do japi gjithçka. Do japi gjithçka, po që Geri kundrejt kësaj France, mbasi jep gjithçka,
në fund të tunelit e shef që ti prapë do të kisha dhënë ca gjona tjera se nuk ja del dot. Ku shkon? Francë Marok, unë e shoh 3-1 për Francën, Giri. 3-1 për Francën, edhe se kam përshtypjen Maroku do luajë edhe çik me atë filozofinë e vet që ka luajt goxha dhe në sulm, edhe kam frikë se do e kapi Mbappéja, do e kapi gafil Marokun. Në ato sprintet Unë këtu shkoj 1-1 dhe shkon shtesë. Okej. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Spanjë-Belgjik. Spanjë-Belgjik. Luft. Vika jo frika që ka mund që ta Belgjika po ka lë Senegalin do bëhet i frikshëm. Inshallah si të thush në thojza nuk del sepse mu më pëlqen Spanja si ekip, domethënë unë dhe në Evropian bëhem me Spanjën. Domethënë duke qenë se Argentina nuk luan Evropian, e kam qef Spanjën. Po që duhet ketë shumë kujdes Spanja, se Belgjika nuk ka më qatë humi tash. Nuk ka më qatë humi, ka morë gjithë kritikat e mundshme, e thot, okej, kështu është, mirë hajde po luajmë. Dhe mund t'i hapi punë. Edhe do shkoj për ta bëj çik interesant parashikimin, do shkoj një 2-2. Këtë dhe kjo do zgjidhet në kohë shtesë. Okej. Unë shkoj 3-2 me Spanjën. Minutat e fundit dëshmë. Norvegji, Angli. Norvegji, Angli, për plasje muskush kjo. Kjo është si ajo neshja si dy nga këto që merren me palestër me shtanga, dalin të dy njëkohësisht nga njëta derë dhe shohin një tjetrin kështu. Vikingët me Luan. Por që Anglia ka më kualitete, dihet. Po. Dihet, po për këtë ndeshje do të thoja një 1-2 për Anglinë. Tu do shkoj me surprizë në këndvështrimin tim, fiton Norvegjia 1-0 zgjidha Landi. Eliminohet Anglia. Okej. Kjo ndeshja funit është e bukur. Argentinë-Zvicër ndeshja funit. Domethënë, me thon drejtën, kur po lutë Zvicra me Kolumbinë, po mendojsh ore si është më mirë kush të dali që të na bine ne, po që nuk po gjesha dot në një zgjidhje me logjikën time, që kështu thash dali kush dali. Ajo Kolumbia është më agresive, po Zvicra është më eksperte si ekip, më e mbledhme, që kështu është super neshë e vështirë për ne, sidomos me Deregjen që jemi Giri. E kena provuar Zvicrën? Po e kena provu Zvicrën edhe me shtesë kemi shku. Kena provu në 2014-ën. Po. Kemi shku me shtesë. Di Maria. Ne ka zgjedh Di Maria në shtesë edhe Sa na mungon ai njeri. që kështu në këtë ndeshje Si shkon? për t'i dalë kundra parashikimeve të mia që se sa herë kam thonë fitoro Argentina 2-0, 3-0, kena vujt si qeni, po them këtë ndeshje, po them një 1-1 dhe shkon shtesë dhe nuk e di pastaj më mbrapa. Okej, unë tu do shkoj. Pastër fiton Argentina, 2-0. Okej, këto ishin ndeshjet që do luan dhe që ne do t'i diskutojmë në episodin e radhës. Kemi shumë për të parë. Tashmë botrori ka ardhur me një moment kulminant, ku përballen domethënë nga këto ndeshje do dalë edhe si thush edhe fituesja botrorit, se janë ngushtuar ekipet, dihen pretendentët. Sipas opinionit tim, siç u thash edhe më parë, unë shikoj Francën në kampionet botës, çik më poshtë Anglinë, Spanjën dhe etj pastaj. Nëse do kemi kohë të diskutojmë. Besoj se erdhi fundi i episodit. Falenderojmë Vodafone, rrjetin kampion, i certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe të celular. Faleminderit Vodafone. Ju kujtojmë edhe një herë të na ndiqni në rrjetet tona sociale, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Mund të na bëni like, komente. Komentet bëni si ti doni, pro Mesit, kundra Mesit, pro Ronaldos, kundra Ronaldos. Bëj shaka. Dhe mos harroni bëni subscribe. Takohemi në episodin e radhës, deri atëherë ju urojmë të kaloni sa më mirë
dhe një mbrëmje të këndshme. Natën e mirë nga Vetëm Sport.